Vetja overflow në CSS kontrollon se çfarë ndodh me përmbajtjen që është shumë e madhe për t'u përshtatur në një zonë. Ajo specifikon nëse duhet të pritet përmbajtja apo të shtohen shirita lëvizës kur përmbajtja e një elementi është shumë e madhe. Si parazgjedhje, përmbajtja e tepërt është e dukshme, që do të thotë se nuk pritet dhe shfaqet jashtë kornizës së elementit. Me vlerën e fshehur, pjesa që të i kalon kufit pritet dhe pjesa tjetër e përmbajtjes fshihet. Me vlerën e lëvizjes, scroll, shtohen gjithmonë shiritat horizontal dhe vertikal të lëvizjes. Përdoruesi duhet të lëvizë për të parë të gjithë përmbajtjen. Vlera auto është e ngjashme me scroll, por shton shiritat e lëvizjes vetëm kur është e nevojshme. Vetit overflow x dhe overflow y ju lejojnë të kontrolloni sjelljen e tejkalimit të përmbajtjes overflow në mënyrë të pavarur për drejtimet horizontale dhe vertikale. Vetit overflow x dhe overflow y përcaktojnë nëse trajtimi i tejkalimit të përmbajtjes do të bëhet vetëm horizontalisht, vetëm vertikalisht apo në të dyja drejtimet. Overflow x përcakton se si të trajtohen skajet e majta dhe të djathta të përmbajtjes.
Overflow y përcakton se si të trajtohen skajet e sipërme dhe të poshtme të përmbajtjes.